A ju kujtohet që pasi hanim hurma shpesh çelnin bërthamat për të parë ç'formë fshihej brenda? Aty shfaqej një figurë që i ngjante lugës, thikës apo pirunit, dhe sipas besimit popullor, kjo lidhej me motin e dimrit. Nëse ishte lugë, do të kishte borë të madhe dhe të rëndë, sikur një lugë që mbush dhe e mban. Nëse ishte thikë, do të ishte dimër me era të ftohta dhe therrse si thika. Nëse ishte pirun, do të ishte një dimër më i lehtë dhe i shpërndar me dëborë të pakët. Kjo ishte një lojë e bukur e femërisë, por njëkohësisht një traditë popullore për të parashikuar dimrin. E vërtet apo jo, të gjithë kemi luajtur këtë lojë. Në këtë video do të flasim për hurmën, për vetitë shëndetësore të saj, sa duhet të konsumojmë dhe disa kuriozitete mbi hurmat. Hurma që i mbijetoi bombës. Në Japoni, pas shpërthimit të bombës atomike në Nagasaki në vitin 1945, gjithçka u shkatërrua, shtëpi, rrugë, pemë, jeta atje. Përmes gjithë këtij shkatërrimi, ndodhi diçka e pabesueshme. 2 pemë hurme mbijetuan. Edhe pse të djegura dhe të dëmtuara rënd, me kalimin e kohës ato filluan të nxjerrin filiza të rinj, duke lulëzuar sërish. Që nga ai moment hurma në Japoni nuk është thjesht një frut, por është kthyer në një simbol paqe, qëndrueshmërie dhe shprese. Japonezët e quajnë atë pema e paqes dhe farat e hurmës nga ajo pemë e mbijetuar është shpërndarë nëpër botë si kujtesë që jeta gjithmonë gjen një mënyrë për të rilindur edhe pas tragjedive të mëdha. Pema me 7 virtyte. Në traditën aziatike, hurma njihet si një pemë e veçantë, sepse mban në vetvete 7 virtyte të mëdha që e bëjnë të pazëvendësueshme. Çdo virtyt është një mësim jete. 1. Jetëgjatësia. Hurma jeton shumë gjatë duke kaluar breza të tërë njerëzish. Ajo njihet si simbol i qëndrueshmërisë dhe forcës së natyrës. 2. Jep hije. Gjethet e saj të dendura ofrojnë freski në verë. Njerëzit kanë pushuar nën hijen e hurmës për t'u qetësuar dhe për të gjetur paqe. 3. Nuk lejon folenë e zogjve. Thuhet se zogjt nuk bëjnë folenë në degët e saj, gjë që është parë si një shenjë pasërtie dhe mbrojtje kundër shqetësimeve. 4. Nuk e prek krimbi i drurit. Druri i hurmës është i fortë, i qëndrueshëm, aq sa insektet nuk arrijnë të shkatërrojnë atë lehtë. Kjo e bën pemën simbol të forcës dhe mbrojtjes. 5. Gjethet e gjelbra gjithmonë. Edhe kur stinën ndryshojnë, gjethet e hurmës mbajnë një jetë të freskët. Kjo është parë si shenjë e shëndetit, vitalitetit dhe rinisë së përhershme. 6. Frutat që bien ushqejnë tokën. Çdo frut që bie nga toka kthehet në plenë natyral, duke ushqyer tokën dhe duke mësuar njerëzit për ciklin e jetës, si dhe dhuratat që natyra na kthen gjithmonë prapsht. 7. Vështirë për t'u shkatërruar. Edhe pas tujive të forta dhe goditjeve të natyrës, hurma shpesh mbijeton. Kjo tregon se pema është simbol i qëndresës, mbijetesës, duke u bërë kështu një shembull për njeriu. Vetitë shëndetësore të hurmës. Hurma nuk është thjesht një frut i ëmbël dhe i shijshëm, por një thesar i vërtet ushqyes. Ajo është e mbushur me vitamina, minerale, fibra dhe antioksidantë që japin trupit formë, forcë, energji dhe shëndet. Ja cilët janë përfitimet më të rëndësishme. 1. Forcon sistemin imunitar. Hurma është e pasur me vitaminë C dhe antioksidantë të fuqishëm, të cilët ndihmojnë trupin të luftojë bakteret dhe viruset. Konsumimi i rregullt i hurmës ndihmon në mbrojtje nga gripi dhe ftohjet, duke forcuar natyrshëm mbrojtjen e organizmit. Ndaj është mirë që kur është sezoni i hurmës ta konsumoni. 2. Përmirëson tretjen. Me një përmbajtje të lartë fibrash natyrore, hurma ndihmon stomakun dhe zorrët të funksionojnë më mirë. Ajo parandalon çrregullimet në organizëm, rregullon metabolizmin dhe ndihmon trupin të përthithë më mirë lëndët ushqyese. 3. Energjizues natyral. Hurma është e pasur me sheqerna natyrale dhe karbohidrate komplekse. Ajo jep energji të menjëhershme, por është edhe e qëndrueshme.
Për këtë arsye, hurma është e shkëlqyer për sportistët, studentët apo për çdo që ka nevojë për forcë gjatë ditës. 4. Kujdeset për shëndetin e zemrës. Hurma përmban kalium, i cili ndihmon në mbajtjen e presionit të gjakut nën kontroll. Po ashtu, antioksidantët e saj luftojnë radikalet e lira që dëmtojnë enët e gjakut, duke ulur kështu rrezikun e sëmundjeve të zemrës dhe goditjeve në tru. 5. Qetëson stresin dhe lodhjen. Përbërësit natyral të hurmës kanë efekt relaksues për trupin dhe mendjen. Ajo ndihmon në uljen e stresit, qetësimin e nervave dhe përmirësimin e humorit. Një filxhan çaj me gjethe hurme përdoret shpesh në mjekësinë tradicionale për relaksim. 6. Forcon kockat. Mineralet si kalciumi, magnezi dhe fosfori që ndodhen tek hurma janë thelbësore për forcimin e kockave. Konsumimi i saj ndihmon në parandalimin e osteoporozës dhe dobësimin e kockave, sidomos tek të moshuarit. 7. Përmirëson shëndetin e lëkurës dhe të flokëve. Fal vitaminës A, vitaminës C dhe antioksidantëve, hurma i jep lëkurës freski dhe shkëlqim natyral. Ajo ndihmon në ngadalësimin e plakjes, parandalon rrudhat dhe ruan elasticitetin e lëkurës. Po ashtu përmirëson gjendjen e flokëve duke i bërë atë më të fortë dhe me më shumë shkëlqim. Sa hurma duhet të konsumojmë gjatë ditës? Hurma është një nga frutat më të shëndetshme të stinës, e mbushur me vitamina, minerale, fibra dhe antioksidantë që japin trupit fuqi dhe energji natyrore. Por, edhe pse është e mrekullueshme si çdo ushqim tjetër, duhet konsumuar me balancë dhe maturim. Sasia e rekomanduar. Në përgjithësi, 1 deri në 2 hurma mesatare në ditë janë të mjaftueshme për një të rritur. Kjo i jep trupit sasinë e fibrave të nevojshme për tretjen, vitaminën C për imunitetin dhe kaliumin për zemrën, pa e tepruar me sheqerna natyrore. Përfitimet e kësaj sasie. Ndihmon tretjen fal fibrave që pastrojnë sistemin tretës, forcon imunitetin fal vitaminës C dhe antioksidantëve të fuqishëm. Jep energji natyrale për shkak të sheqernave që ka, që janë ideale si një boost gjatë ditës. Mbron zemrën dhe kockat nga mineralet si kaliumi, magnezi, fosfori që japin trupit forcë dhe qëndrueshmëri. Kujdes i veçantë. Personat që vuajnë nga diabeti ose probleme me sheqerin në gjak duhet të jenë më të kujdesshëm, sepse hurma përmban sasi të lartë sheqer natyral. Për ta është e këshillueshme të kufizohen në gjysmë hurme deri në një çerek hurme të vogël në ditë, në varësi të simptomave të sëmundjes, dhe gjithashtu të konsultohen me mjekun. Po ashtu, ngrënia e shumë hurmave njëherësh mund të shkaktojë fryrje, kapsllëk dhe disbalancë në sheqerin e gjakut. Hurma përmendet edhe në legjendën japoneze të majmunit dhe gafores Sarukani Gasen. Një ditë një gafore gjeti një top orizi dhe ishte shumë e lumtur. Një majmun e pa dhe deshi ta përvetsonte. Ai e mështroi gaforen duke i thënë se mund të bëjnë një shkëmbim të dobishëm. Gaforja t'i jepte topin e orizit dhe do të merrte diçka më të mirë. Gaforja, duke besuar majmunin, pranoi shkëmbimin. Majmuni mori topin e orizit dhe gaforja mori një far hurme. Hurma të mbollën dhe u rrit një pemë e madhe. Kur frutat u poqën, gaforja kërkoi ndihmën e majmunit për t'i marrë. Majmuni i pa besë i mori të gjitha frutat për vete dhe i hodhi disa fruta të papjekura, duke e plagosur kështu rënd gaforen. Gaforja vdiq nga plagët, ndërkohë që shokët e gaforës u bashkuan dhe morën hak ndaj majmunit. Në kulturën japoneze, hurma është simbol i qëndresës. Hurmat nuk janë vetëm fruta të shijshme, por simbol i natyrës që na ofron dhurata të shëndetshme dhe energji për trupin dhe shpirtin. Kur e përfshini hurmën në dietën tuaj, ju nuk po ushqeni vetëm trupin, por po kujdeseni për energjinë tuaj, shëndetin e zemrës, qetësinë mendore
dhe më e bukura, ky frut natyral mund të ndahet dhe me të tjerët duke sjellë gëzim dhe shëndet dhe për familjen dhe miqtë tuaj. Prandaj merrni një hurmë, shijoni me qetësi dhe vlerësoni këtë dhuratë të natyrës. Hurma nuk është thjesht një frut, por një përvojë që ngroh trupin dhe shpirtin, një kujtesë e thjeshtë se gjërat më të mira në jetë kërkojnë kohë, përkushtim, vëmendje ndaj detajeve të vogla. Përdoreni këtë frut dhe do të shihni përfitimet e saj. Të nderuar miq, nëse ju ka pëlqyer kjo video, mund t'i bëni like dhe ta shpërndani. Ju falenderit që ndoqët videon ton. Ju ftojmë të abonoheni në kanalin ton.